Dhe unë kërkoj një projekt ligji të mbështesim mos ikni, hajde rrini këtu. Dhe arsyeja vetme më qenë se e propozoj unë, ta janë kundër. Çfarë arsye ka për të qenë kundër me mua? Kontrollin lart shtetit nuk e kontrolloj unë o zotëri. E ke aty si një nga instancat që mund ta kontrolloj. Janë morë këto parat krimit organizuar, t'ja u marrim këtyre kriminalëve parat dhe t'i përdorim për çiftet e reja. T'i përdorim për ata efektiv që kanë rënë në detyrë. Ata bien detyrë, sakrifikojnë jetën për të përballë me krimin organizuar dhe familjet fëmijët e tyre nuk mbajnë dot shtëpi. E pse? Ja ku i kemi këtu, ja marrim këtyre kriminalëve dhe t'ja u japim atyre. Ç'është kjo? Pra në këtë aspekt, parlamenti ka rënë, nuk ka, ne kërkojmë interpelancë. Zvinë ato. Ne kërkojmë mocion me debat, s'lejohet. Ndërkohë zotit Braçe janë pranuar. Ditën e ejtë ka pasur 2 pyetje përgjigje me ministra. S'kam më gjë, shumë mirë bën që bën zoti Braçe, s'kam gjë. Po t'y bëjmë të ne. Është drejta jonë, zotri. Kërkojmë komisione hetimore, nuk jepen. Komisionet hetimore ne i morëm me vendim gjykatës kushtetuese. Ju kujtohet kur bësh debati që u rishtyri opozita në parlament. Kushtetuese për 2 komisionet që keni depozituar këtu. Ç'do thotë kjo? Rregullat në parlament doli që ishte antikushtetuese, or mban përgjegjësi Niko Peleshi që ka marrë një vendim antikushtetues, nuk e di si funksionon kjo çështje. Si mundet kryetari i parlamentit, se ne ja thamë në seancë që këto ndryshime janë antikushtetuese. Ndaj thau nuk pyes se vendos. Merret e çojmë gjykatë kushtetuese, vendos gjykata kushtetuese që ndryshimet për rregullat e parlamentit janë të njëanshme dhe janë antikushtetuese. Ky njeri mban një përgjegjësi për këtë çështje? Ça? Vendimi kushtetueses nuk i cakton të përgjegjësi zotit Peleshi. Vetëm duhet që projekt vendimi të ribëhet edhe një herë. Jo, po them çfarë thoshte vendimi. U thotë çfarë do për Niko Peleshi, parlamenti e bëri, mban një përgjegjësi parlamenti, kush e mban përgjegjësinë? Çfarë ndodh këtij personi kur shkel kushtetuta? Se dalim gjithkohë në për emisione dhe themi kushtetuta është gjëja më e rëndësishme. Po sa e rëndësishme është që kur e shkel s'të gjen asgjë? Ç'do të thotë kjo? Kjo është një problem ligjor që duhet zgjidhur. Do të pyes për një çështje tjetër. Për disa javësh, tashmë disa muajsh në fakt, jeni duke protestuar. Kemi parë deri tani 2 forma proteste, protestat përballë kryeministrisë e më pas edhe protesta marshim nëpër Tiranë. Ditën e njëjtë keni thërur një protest ku do të jetë edhe kuvendi do mblidhet për imunitetin e zonës Balluku. Çfarë do ndodh atë ditë në protestë? Përballë, këta kanë plan të mbajnë lubin se duan të vazhdojnë sistemin e vjedhjes. Edhe duhet të sqaroj një gjë. Belinda Balluku është përgjegjëse për shumë gjëra. Por nëse do vish të thuash që këto i ka bërë Belinda dhe Rama nuk di gjë, je avokati më i mirë i krimit të organizuar. Je avokati më i mirë i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nuk funksionon ajo pa e di Rama. As Belinda dhe as një aferë tjetër. Dhe ka një provë sot sublime, të pakundërshtueshme. Të pakundërshtueshme. A mund të bijem dakord neve që arrestimet të niveleve të larta që janë bërë në vitet e fundit në vitet e fundit në Shqipëri nuk ka patur kurrë në histori. Bijem dakord? Patjetër. Po pse ka rënë lufta kundër korrupsionit me 11 vende? Sepse nuk është kapur ai që duhet. Këta s'bëjnë korrupsion dot pa atë. Korrupsioni është rritur. Nuk është goditur. Si mundet që ti të arrestosh këto koka kaq të mëdha? Arrestimet të para ndonjëherë në histori. Apo jo? Në nivel zonës kryeministri, ministrash. Kur, apo jo? Patjetër. Si ka mundësi që rritet korrupsioni? Gjithto arrestimet duhet goditet korrupsioni. Nuk rritet korrupsioni. Nuk është krijuar ende frika nga spaku që godet korrupsionin. Jo, frikë. Nuk e goditur korrupsionin, zotri. Korrupsionin ti ke dhënë mundësi të jetojë edhe më shumë, edhe më gjatë. Se korrupsionin e bën Edi Rama, e bën kryeministri. Si do ta largonim? Ajo do bëhet një betejë, ne kemi nisur një betejë, po mundohemi. Po bëjmë çfarë kemi mundësi. Në çfarë forme do të jetë protestat e njëjtës? Më thoni ju, nëse do të ketë protestë brenda parlamentit? Në një parlament ku ligji nuk respektohet, ku shkelet kushtetuta, ku opozitës nuk i jepen drejtat kushtetuese, ku nuk bëhen komisionet, çfarë bëjmë? Ne bëjmë protestë. Ka ndonjë formë tjetër? Po e thatë ju, do të ta bëj sot. Jo, protesta është një nga format. Ne po bëjmë protestën. Po na duhet mbështetja juaj. Nuk e bëjmë dot vetë, më vjen shumë keq, po nuk është mbështetja mediave, gazetarëve apo intelektualëve aty ku duhet. Nuk është. Duhet ishte, nuk është problemi PD-s ky. Do ta vuani ju brezi jote, brezi im, do ta vuaj shumë këto që po ndodhin sot në Shqipëri nëse ne nuk i ndalojmë. Se nuk zhbëhen dot më. Edhe sa shqiptar duhet të ikin këtu.
Do na duhet të ndrojmë emrin se s'do ketë më Shqipëri. Ma thonë jo, sa duhet ikin? Ka ikur 1.4 milion. Të rinjt po largohen, jemi azili më i madh në Europë. Jemi azili më i madh në Europë. Nuk kanë ikur se nuk po durojnë dot bollokun këtu. Kanë ikur nga varfëria, nga krimi, nga pasiguria e jetës. Ti shkon pin kafe në një restorant dhe ke frikë se shpërthen bomba. Këto si them unë, këto i thonë ndërkombëtarët. E publikon ato. Ç'do të thotë kjo? Çfarë jetë jemi ne? Po pse duhet të jemi ne kështu? Pse Kolumbi jemi ne? Ne ku kemi Italinë zotëri përballë. Ç'pun kemi ne me këto? Pse s'ka mundësi ekonomike Shqipëria apo si ka? Si ka mundësi që është paksuar popullsia dhe është rritur buxheti? U ka shkuar në mendje? Ka më shumë taksa. Pikërisht. Jo vetëm ka më shumë, po edhe më shumë herë më të larta. Po pse nuk është rrit shërbimi? Bashkia e Tiranës ka pas 60 milion euro buxhetin. Sot e ka 500 milion. Koshat e plerave plot.